Dy lajme të mira për Ukrainën, njeri rreth një ftese nga NATO dhe tjetri për furnizim masiv me dron nga një aleat i saj. Sipas raportimeve, presidenti Volodymyr Zelensky është ftuar personalisht të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet këtë muaj në Hag. Në të njëjtën kohë, Britania ka premtuar të dorëzojë 100.000 dron deri në prill të vitit 2026. Paketa prej rreth 400 milion euro për dron është pjesë e një iniciative me të gjerë mbështetjeje ushtarake prej rreth 5 miliard euro për Ukrainën. Përveç dronëve, Britania tha se kishte dërguar gjithashtu 140.000 pre dhe artillerie në Ukrainë që nga janari dhe do të shpenzojë rreth 300 milion euro të tjera këtë vit për trajnimin e trupave ukrainase. Këto po vlerësohen si një mbështetje shumë e madhe, po aq sa politike, po ashtu edhe për forcimin ushtarak të Ukrainës. Dhe lajmet vijnë pas dy sulmeve të fundit ukrainase që kanë goditur me saktësi baza ushtarake të rëndësishme brenda territorit rus dhe urën strategjike të Krimes.